Komuna e Makedonski Brodit ka arritur të rigjallërojë vendbanimet e këtij rajoni me nuse nga Shqipëria. Tashmë janë rihapur edhe shkollat që dikur ishin mbyllur nga mungesa e nxënësve. Fshatrat e boshatisur tani më frymojnë ndryshe, sepse vetëm gjatë 5 viteve të fundit nuset nga Shqipëria kanë lindur 192 fëmijë. Ky është investimi më i madh që ka bërë komuna gjatë viteve të fundit, thot për televizionin Nuskana kryetari i komunës së Makedonski Brodit, Milosim Vojneski. Ditë më parë, televizioni Uskana vizitoi komunën e Makedonski Brodit, njëra nga 3 komunat më të mëdha në Maqedoni për nga territori, por më e vogël për nga numri i banorëve. Kryetari i kësaj komune, Milosim Vojneski, njoftoi për investimet e deri tanishme në zonën industriale, të cilët do të rrisin numrin e punësimeve. Por investimi më i madh i viteve të fundit sipas tij është investimi në ringjalljen e vendbanimeve të boshatisura me sjelljen e nuseve nga Shqipëria. Komuna e Makedonski Brodit, në bazë të një plani strategjik për të ndryshuar gjendjen e natalitetit, gjithnjë në rënje, i financon harxhimet e udhëtimit dhe procedurave të tjera për martesat me vajza nga Shqipëria, duke i motivuar beqarët e moshuar të kësaj treve që të nisen drejt zonave të Shqipërisë së Veriut dhe prej atje të sjellin vajzat që sipas tij do të ndryshojnë situatën të palakmueshme të natalitetit në fshatrat e kësaj komune. Ne, thot ai, kemi realizuar një strategji për rritjen e natalitetit në fshatrat e boshatisur të kësaj ane dhe ky investim ka dhënë rezultate të lakmueshme sepse vendbanimet tona tani më janë gjallëruar dhe numri i lindjeve të fëmijëve përmes lidhjeve martesore nga Shqipëria është rritur dukshëm. Бидејќи има доста на жените на наша територија, beqarët e moshuar të kësaj ane i kanë të siguruara të gjitha shpenzimet për të lidhur një martesë me vajza të reja nga malësia e Shqipërisë. Kjo është një arritur shumë e madhe për komunën tonë, shpreh Vojneski, sepse deri më tani janë lidhur gjithsej 78 martesa me vajza shqiptare dhe gjatë 5 viteve të fundit ato kanë lindur 192 fëmijë. Што ни влијае на зголемување на бројот на жители, продолжуваме и понатака тоа да го правиме. Si rezultati rritjes së natalitetit përmes këtij investimi strategjik, thot ai, tani më janë rihapur edhe shkollat e mbyllura shumë vite më parë të fshatrave të vdekur të komunës së Makedonski Brodit. Nuset nga Shqipëria kanë ndryshuar gjithçka, prandaj mbështetja e komunës në këtë drejtim do të vazhdojë edhe më tej. Nënvizon për televizionin Nuskana, kryetari i komunës së Makedonski Brodit, Milosim Vojneski.